Turqia tha të martën se një sistem amerikan i mbrojtjes ajrore Patriot është vendosur në juglindje të saj pranë një baze radarësh të NATO-s, si pjesë e hapave të aleancës për të forcuar mbrojtjen ajrore përballë kërcenimeve me raketa nga Irani. Ai po vendoset në provincën Malatya, vendodhjen e bazës së radarit Kurecik të NATO-s, që ofron të dhëna jetësore për aleancën dhe ndihmoi në identifikimin e 2 raketave balistike iraniane që ishin lëshuar drejt Turqisë gjatë javës së kaluar. Irani ka thënë se nuk është në luftë me vendet e rajonit dhe mohon se ka synuar në mënyrë të qartë fqinjin e tij, Turqinë. Ankaraja e ka paralajmëruar Teheranin kundër lëshimit të raketave të tjera drejt saj dhe presidentët e të 2 vendeve diskutuan çështjen të hënën. Nuk ishte menjëherë e qartë se nga po ripozicionoheshin sistemat Patriot ose bateritë e tij. Turqia, një lidere në zhvillim në industrinë globale të mbrojtjes, që ka ushtrinë e 2 më të madhe të aleancës, nuk ka mbrojtje ajrore të saj të plot, pavarësisht përpjekjeve për zhvillim dhe është mbështetur në mbrojtjen ajrore të NATO-s, të stacionuar në mesdheun lindor në të 2 incidentet me raketa javën e fundit. Aktualisht ekziston një sistem Patriot nga Spanja i vendosur në Turqi si pjesë e mbrojtjes së NATO-s.